Shtoni lutjet tuaja, shtoni duat tuaja se me lehtë Zotit nuk refuzohen në këto 10 ditë dhe ju porosis vetën time dhe ju shtoni duat për 2 kategori njerëzish, shtoni duat për vëllezërit dhe motrat tona, për ata njerëz që po ju derdhet gjaku, po ju derdhet loti në tokën e Palestinës, që po ju bëhet një padrejtësie jashtëzakonshme që ndoshta se ka parë historia e kësaj toke dhe njerëzit po qëndrojnë të paaftë, pa indiferent, pa interes, të paktën me duat tona, të jemi pranë këtyre njerëzve në këto ditë që me të vërtet tragjedinë e tyre se ka parë asnjëherë historia. Dhe e dyta kategori që të mos harronin duat tuaja, lutuni kundër zullumqarëve, kundër të padrejtëve, kundër atyre që derdhin gjakun e fëmijëve, që derdhin lotët e nënave, që po bëjnë të qaj guri dhe druri, që po bëjnë krime që ndoshta si ka imagjinuar kur mendja njerëzore. Lutuni Allahu të tregoj forcën e tij, pushtetin e tij mbi zullumqtarët dhe forca e Allahut me lejet Allahut mbi zullumqtarët nuk ka përqen shumë e vonshme, por Zoti inshallah i jep durim muslimanëve, i jep durim atyre njerëzve.